Fillimisht, prindrit mund të jenë pjesëmarrës aktiv që nga çasti i takimit të parë me terapistin. Gjatë bisedës klinike që do të zhvillohet, tipikisht prindi i përgjigjet pyetjes së terapistit lidhur me shqetësimin që ka për sjelljen e fëmijës. Jep informacionin përkatës që nga shtatzania e deri në çastin e takimit. Më tej prindi vazhdon të jetë pjesë e procesit vlerësimit në formë më të thelluar, duke plotësuar e duke ju përgjigjur inventarëve pyetësorëve, shkallëve të vlerësimit që përdoren për ADHD. Gjithashtu, në bazë të planit të artuar për ndërhyrje, shpeshherë si prindit ashtu dhe mësuesit mund t'i kërkohet të vëzhgojë e monitorojë një sjellje të caktuar, frekuencën e shfaqjes, çfarë paraprin sjelljen problem të fëmijës, pasojat, si vepron fëmia më pas me radhë, proces i cili njihet si analiza funksionale e sjelljes. Si duhet të sillen prindrit që kanë fëmijë me ADHD? Prindrit që kanë një fëmijë me çrregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet kanë një rol dhe përgjegjësi direkte sa i përket ndihmës që duhet t'u japin fëmijëve të tyre. Në mënyrë konkrete ata duhet të nxisin motivimin e fëmijëve, duke treguar njëkohësisht shumë durim me ta. Të vendosin rregulla të qarta, të kuptueshme dhe rutina të mirë përcaktuara. Është thelbësore që mjedisi ku jeton dhe mëson fëmia të jetë shumë i organizuar, i pastër, i qetë dhe pa stimuj të panevojshëm. Ta ndihmojë me detyrat e shkollës, të përdori materiale për të organizuar kohën, ora muri, ora me rër, apo pajisje të ngjashme. Të përdori një ditar ku të shënohen aktivitetet e përditshme të fëmijës. Të mbështjellin kopertinat e librave të shkollës, fletoreve, dosjeve, materialeve të tjera, me ngjyra dhe formate të ndryshme, për ta ndihmuar fëmijën t'i dallojë më lehtë. Të përdorin stenda, tabela, kartona muri në dhomën e fëmijës, ku shënohen oraret e aktiviteteve ditore, javore, mujore të fëmijës. Të angazhoj fëmijën me aktivitete fizike, sportet në skuadra janë një variant shumë i përshtatshëm. Të komunikojnë me një gjuhë të thjeshtë, qartë dhe shkurt. T'ia japin udhëzimet një nga një me radhë, duke qenë se këta fëmijë kanë vështirësi të mbajnë mend shumë gjëra njëkohësisht. Të mos ta qortojnë në mënyrë të vazhdueshme sjelljen e përpërshtatshme të fëmijës. Ato që nuk kanë shumë pasoja të rëndësishme, më mirë të neglizhohen. Të mos e qortojnë në prani të tjerëve apo të tregojë atyre për bëmat e fëmijës, gjë të cilën fatkeqësisht prindrit e bëjnë shpesh. Të përforcojnë sjelljet pozitive, përpjekjet dhe përparimi që bën fëmia, duke theksuar pikat e tij të forta. Të kenë një aleancë bashkëpunimi me shkollën dhe mësuesit, detyra dhe përgjegjësia prindërore për t'u siguruar fëmijëve një mjedis optimal për mirëritjen dhe qetësinë e tyre, bëhet një detyrë e vështirë në rastin e fëmijëve me ADHD. Jo vetëm në këto raste, por sigurisht në çdo nevojë specifike apo ndryshe që mund të ketë një fëmijë, për familjen, plotësimi i kushteve për zhvillimin e dur emocional, social, fizik, mendor bëhet sfidues. Siç është tani me qartë, mungesa e vëmendjes me apo pa hiperaktivitet ndikon direkt në rolet prindërore dhe në mirëqenien psikologjike, emocionale të prindërve të këtyre fëmijëve. Ata përjetojnë ndjenja të shumta frustrimi, ndihen fajtor, të stresuar, të pakënaqur, të pazot ndonjëherë dhe shumë të lodhur në rolin e tyre si prindër të këtyre fëmijëve, të cilët, ndryshe nga ata, duket se nuk lodhen kurrë. Klima familjare. Klima familjare me një fëmijë me ADHD është shpeshherë e tensionuar, me konflikte, e irrituar, me antarët që fajsojnë njëri tjetrin dhe ku ndodh të mos arrijnë të ndërveprojnë qetësisht. Fakti që ky çrregullim ka predispozitë gjenetike, gjasat që dhe njëri prej prindërve të ketë trajta të tilla vështirësish dhe sjelljesh, të cilat ja ka trashëguar fëmijës, janë të larta. Kjo dyfishon vështirësinë dhe rëndon klimën familjare, për partnerin tjetër, për fëmijët e tjerë nëse ka, por dhe për vetë marrëdhënien e fëmijës me ADHD me motrat vëllezërit e tij. Një nga shqetësimet familjare që shpesh raportojnë prindrit është se fëmia i tyre me sjelljen impulsive apo hiperaktive vazhdimisht bezdis apo pengon fëmijën tjetër të familjes. Kur këta të fundit janë më të mëdhenj, dashje apo pa dashje, marrin një rol përkujdesës dhe përgjegjësi të shtuar të tyre përkundrejt motrës apo vllajt më të vogël me ADHD, që jo vetëm është stresante si detyrë, por shpesh u shkakton atyre situata të sikletshme, sidomos në publik. Megjithatë, marrëdhënia e tyre është më e largët, më pak intime, më e vështirë, më e lodhshme. Pra, një diagnozë e tillë ndikon dhe reflektohet në për të gjitha dinamikat familjare.
Familjet e gjejnë veten shpesh të distancuara nga shumë aktivitete në grup, me familjarë të tjerë apo me miq të familjes, për faktin e thjeshtë që nuk menaxhojnë dot dinamika të ndryshme të fëmijës së tyre. Nga ana tjetër, për fat të keq, e gjejnë gjithashtu veten pjesë të kritikave dhe sulmit social të njohurve të tyre. Rrjedhimisht e përjashtojnë dhe e kufizojnë veten shpeshherë nga jeta sociale. Prindrit e këtyre fëmijëve kanë më pak kohë të lirë për veten e tyre, dhe jo rrallëherë përjetojnë ndjenja pafuqie përballë sjelljes shpërthyese të fëmijëve. Roli që ka stili i prindërimit tek sjellja e fëmijëve me ADHD nuk është i parëndësishëm. Një stil prindërimi shumë autoritar, me imponime strikte rregullash, ndëshkimesh, kufizimesh, nuk rezulton të jetë më efikas me këta fëmijë, siç prindrit shpeshherë mendojnë. Krejt përkundrazi, kjo nxit tek ata sjelljet kundërshtuese dhe sfiduese. Kështu, të gjitha të mësipërmet shërbejnë si një hyrje për të shpjeguar thelbin që familjet me ADHD kanë të gjitha nevojë për mbështetje. Nëse fëmia është ai që do të marrë terapi në mënyrë direkte dhe të vazhdueshme, të paktën prindrit orientohen nga ana e profesionizme në formë psikoedukimi për mënyrat e duhura dhe efikase të menaxhimit të sjelljes së fëmijës së vet. Këshillimi me familjet e këtyre fëmijëve ndihmon në gjetjen e zgjidhjeve dhe përshtatjes me problemet e jetës së përditshme, të konflikteve që fëmia ka, të problematikave të shkollës, detyrave, të marrëdhënieve, të ushqyerit, gjumit, frustrimit dhe përballjes me emocionet negative. Qëllimet e terapisë me fëmijën dhe familjen përcaktohen në bazë të ashpërsisë së simptomave, por është thelbësore të shpjegohet prindërve që është fjala për një çrregullim kronik të vazhdueshëm i cili nuk shërohet në thonjza, por trajtohet dhe padyshim përmirësohet me anë të terapisë. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të parashtrohen prindërve alternativat e trajtimit, pasi në raste specifike, pak më të rënda, gjithashtu fëmijët që vuajnë nga ky çrregullim marrin dhe trajtim me medikamente. Por ky nuk duhet të jetë hapi i parë i trajtimit. Fillohet dhe synohet të ndërhyjet me programe psikosociale të ndryshimit dhe përmirësimit të sjelljes. Pastaj, nëse është domosdoshme, me medikamente. Disa nga programet që përdoren me familjet në terapi në këto raste janë programi për prindrit i Berkeley, që përmban teknikat modifikimit të sjelljes me qëllim reduktimin e atyre problem nëpërmjet 8 deri 10 takimeve 1 deri në 2 orë ku merr pjesë gjithë familja. Kombinimi i strategjive sjellore, kognitive dhe sistemike, kombinimi i ndërhyrjeve psikosociale, sjellore dhe farmakologjike dhe programi i prindërimit pozitiv, i cili synon nxitjen e sjelljeve pozitive për fëmijët deri 12 vjeç. Adoleshenti me ADHD dhe familja. Është e rëndësishme të krijohet aleanca e mirë e komunikimit në këtë moshë me fëmijën, që sigurisht kërkon durim dhe nuk është një detyrë e lehtë për familjet. Çështja është se kërkojnë më shumë kujdes kur hyjnë në adoleshencë, pasi problematika që lidhet me abuzimin ndaj substancave, sjelljet antisociale, pjesëmarrja në aktivitete me rrezikshmëri të lartë, konfliktet fizike me bashkëmoshatarët, sjelljet hershme seksuale apo në dëm të vetes, kanë predispozit të jenë më të shpeshta tek ta. Si rrjedhojeve të kontrollit të ulët, vështirësive për menaxhimin e impulseve dhe nxitimit për të vepruar. Këta adoleshent kanë më shumë nevojë për një stil prindërimi pranues, mirëkuptues, orientues ndaj disiplinës pozitive dhe zgjidhjes së problemeve, bashk më shumë se sa të fokusuar tek kritikat, ndëshkimi dhe fajsimi. Disa gjëra që prindrit e fëmijëve tashmë adoleshent mund të bëjnë janë: të vendosin limite të qarta të rregullave në familje, në përputhje me nevojat e fëmijës së tyre. Të nxisin shprehjen e ndjenjave, të ftojnë adoleshentin të komunikojë si ndihet verbalisht. Të përpiqen të ekuilibrojnë kontrollin me pavarësinë dhe autonominë e adoleshentit, të kenë pritshmëri realiste, të përpiqen të bëjnë gjëra bashkë, të kushtojnë vëmendje asaj që adoleshenti do, pëlqen, kërkon, dëshiron. Ti trajtojnë problemet si të përbashkëta, jo ne përballë ti. Të mos i konsiderojnë personale, sjelljet sfiduese apo të vështira të adoleshentit në familje, apo si thyrje e autoritetit prindëror. Ta nxisin fëmijën e tyre të kërkojnë ndihmë, duke qenë së pari dëgjues të mirë dhe pranues.